ma fali o një djallën, e mas në i baket të rrit fëmija të urrit, një natë të bo shtime, po në thët një unë, tha, apo në shpërshku njërë të mjekje. Ja o bre, tha, shko krye e punë. Shko bre, tha, dhe herë të mjekja, i më tha, do të me orë me shku me hek shqipkat, se 4 mm, tha, e kini sharaf të aorë të cemrës. Mund është ta një ndeshe me bo, veç me shtengu tha rrypi, komplet ati me njëherë pësë në vdekjen vend. Po hajde ajo kënë regull, po tha, është një problem, se paca kryesore baki, tash unë e pe i përvoj, po të rgoj, paca kryesore është, më thë, as i fije floki, duk është ma halë. Po sharafi, o kon ashtu i vendosun, se më tha, nëse pëson aksident, e nëse ndodh rasisht, që ajo e prejk ato, mund është me mri një pikë që mu edhe paralizosh shkret, po edhe është problemi, tha që nuk mund është me leviz as me dur, as me pomja të hup, mund është me tha një loj problemi që asë njëherë ma po është kënto. Edhe, me thonë drejten, janë isha mu të pak, nuk e sfozit që. Endret, nga të regoni ditën e operimit, si shkoj dita e operimit, si undjeve pas operimit, edhe cilat ishin reagimet edhe familjarve, pasi që je dojnë nga sala e operimit? Me thonë, nuk e majnë man, kur e minë sala majnë man. Kur e ndalë për sala, mas që më këfjell, i di për jetim dhe bara kanë qenë të merë. Unë dikuj, kur e një dikon të ukajth, i thamë, pismirav, se shqiptari përgjësi ka të pismirav. Sa njërën që së prahu me probleme, mund të më thotë drejt, besë qajkarë ka. I thamë, aji, unë e kom përjetu ma gjisë në luft, në trup të emin është, për familjarë të konë shumë e rëmë, për prendë të mi u konë katastrofë, është era parë. E keni pritë si familje që do të ndodhë kjo? Jo. Me thotë drejten, shpeshe për me edhe për kjo, se me më thonë, me pas thonë dikush periudën kërë më konë që atëherë në kërë kom përfundu gjimnazin e kështu, me pas thonë dikush në drejtë komentar punë kështu, unë për të kazoj drejtë, nështë edhe kësha mytë njërë, no? Me pas thonë dikush që e ndret komentar punë e mënyrë, unë nështë edhe isha mytë ndikon. Se kom pritë. Kom pas përjetime shumë traumave kjetë. Mas në e kënë, më ka dash për herën e dytë me këto. Edhe ajo kënë përjetim shumë i fështirë. Që une aty asë se kom pritë, që më ka thonë mjeki, vetëm kjo më orë me hekë, po në kur 3 ditë deri se kom dalë për spitali baki, se herën e parë kom qenë më i ri, nashta, si thojmë ne kur vlën gjoki, se kom kurtu edhe fort. Herën e dytë e kom marrë vesh shumë. Shumë ka dhimë kom pas të ljoshë ndaja. Thot drejtë, një periudhë, shku ato pa vetëm, mbi ke me shku shumë në spitale. Edhe kur janë isa me shku në spitale shumë, ishra se nuk ka karroca në spitale, nuk ka gjona adekuate, inkontencë, e këto që mu dashën vetë, po mu me i mundësësh i për shemë, jo mize, jo dikush jo baba, jo, për më lecu mu, edhe unë kam qenë pak më njofshëm komunë, shtu. E drejt para se të kalojmë te karrocat, do të flasim edhe ma gjërë për karroca, po na intereson, kur ishte momenti që ti e kuptove që me të vërtet ki nevoj për karrocë?
fillimisht pas operimit te ke pa që nuk po ecë diçka në rregull, ashtu siç e ke mendu, po a e mendoje që do të mbetesh në karroca jo? Jo. S'kam menduar asnjëherë. Ma sa kohë e kuptove që ti dosh patjetër në karrocë? Vitin 2015, nëntori u kon, më mundsoi një organizat në Amerikë me shku atje. Një simpozium të mjekëve. Edhe shkom një shok. Edhe e kërkova një huazim një karrocë veç sa për Përkohësisht. me konë më do lëvizje mi shkurtu. Edhe mu s'po ka prej meni. Aty e kom kuptu që ajo me të vërtetë ndohet mu. Prej ati momentin 2015, e kom kuptu që është ma letë. Mi ka lecu punë shumë, po bakim u njësa poshtë të leoshë me spazma, dhe më thonë, mi kap ke burger që e konë në atën. Se nervat që kom batëm tu dhe në atë pikë, so për shembull pjesën e kur është të ngaj ke pulpin e kështu në atën, të anëcer ka gjumin. Edhe aty e kom vrejt që më ka ndëptu shumë. Une, po do më të regu që fillova mu morë me hap një fondacion, edhe më animu njerëzve. Edhe ju animova shumë, edhe jem të animu shumë, po ajo animu edhe mu. Unë vune pak ma i djofrën të njerëz. Para se të kalon të fondacione... Këto po du më ta spjegun. Që më dam përmes se i punë, para se më kalu të fondacioni, po të më ta spjegu që u takova rastisht në qitin kontakt dikush me një mjek Turki, për qeliza staminale. Ato qeliza, më darë për shkumë i morë, shtati ku morë dhe i stash. Edhe kjo periuda ma kesë vjetës. A beson ti si ku më duhet me marrë rrugë, me shkuaj nuk ka e fështira, ajo. Si procedurë po. Te ki vështërsi gjatë transportit? Jo, me thot drejt, baki, nuk është problemi të transportit, po panina, kesh bukur, peljo, pëdish, peljo bashorten, fëmin, edhe po më ndonë kjo punë shumë. Po më banë shumë shtirë se u bo shumë të e përbo. Këto e më ka animu shumë, është të vërtetë që më ka animu shumë. Fatë Edhe bashkëshortja të kupton shumë këtë pjesë, edhe familja, edhe krejt, kjo është sfidë. është të vërtetë po u bo shumë. Mendon që u bo shumë edhe për mu E drejt nuk je vetë, mi ka shumë persona cilët janë karrocë. Unë e di që e ki ndërgjegjën shumë të madhe për shkak se mbikëqyrja e familjes dhe ndoshta të bën munin siklet. Mas shumë ti s'kam bën munin siklet, bake unë e ish kur shumë mos për po kes. Unë vesh fëmijë kur janë të i po. Për mua e fështirë se